Themelohet Vatra MMDheu në New Jersey, dega më e re e vatrës në Amerikë. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra themeloi degën më të re të saj Vatra MMDheu New Jersey në një atmosferë të shkëlqyer adetare vëllazërore. Patriotët shqiptar në New Jersey bashkuan komunitetin shqiptar rreth Vatrës, institucionit më të fuqishëm patriotik dhe më të nderuar historik, për të fuqizuar patriotizmin, komunitetin dhe shqiptarizmin në mërgatën e Amerikës. Me pjesëmarrjen e autoriteteve më të larta shtetërore lokale në New Jersey dhe të organizatave patriotike, shoqatave adetare shqiptare, themelimi i degës së re e Vatrës hap një rrugë të fuqishme dhe të rëndësishme në historinë e Vatrës dhe komunitetit shqiptar në Amerikë. Në prezantim Ore Dinsecit, këndimit e himneve kombëtare të Shtetit Bashkuar dhe të Shqipërisë, i japi rrugë leximit solemn të përbërjes së Vatrës MMDheu, New Jersey, kryetar Edmond Drishti, zëvendës kryetare Mimoza Ferraj Kule, sekretar Kamber Elezi, arkëtar Florian Malaj, anëtare kryesie Nure Dinseci, Alim Malaj, Sadri Kortoi, Anjeza Shema dhe Ram Dunishta, koordinator për organizimin e aktiviteteve të degës. Ekipi drejtuesi i degës përbëhet nga personalitete patriotike, veprimtare, adetare dhe aktivistë me integritet, kontributor të vazhdueshëm të çështjes kombëtare në Amerikë. Kryetari i Vatrës, Dr. Elmi Peresha, falenderoi dhe përgëzoi themeluesit dhe organizatorët dhe shprehu mirënjohje për angazhimin e çdo patrioti për rritjen e komunitetit të Vatrës në lavdinë e saj, si në kohën e Nolit e Konicës. Vatra po luan energjinë, shpirtin dhe filozofinë e themeluesve të Vatrës, po punon fort në Washington për të mirën e shqiptarëve në Shqipëri e Kosovë. Dr. Berisha, Vatra është Vatikan dhe Mekë e shqiptarëve në diasporë, shpreh kryetari i Vatrës, Zoti Berisha, i cili bëri thirrje që të bashkohen Vatrës patriotët e të rinj shqiptar në Amerikë për të çuar përpara punën patriotike. Kryetari i Vatrës MMDheu në New Jersey, Edmond Drishti, në fjalën e tij falenderoi pranishmit, shpalosi historinë e Vatrës. Kryetari i Bashkisë së Fairview në New Jersey, Violeta Berisha, u shpreh impresionuar mbi aktivitetin, përgëzoi organizatorët dhe ofroi ndihmë e mbështetje për Vatrën dhe komunitetin shqiptar në New Jersey. Këshilltari i qytetit Garfield në New Jersey, Richard Rigoliozo, vlerësoi shqiptarët në Garfield duke thënë se në komunitet kanë sjell kulturë, tradita e vlera familjare të pasura. Imam Rifat Alili uroi nëna dhe gratë shqiptare me rastin e 8 marsit dhe uroi begati për Vatrën dhe shqiptarët në Garfield. Vatra në New Jersey kompleton mozaikun shqiptar në New Jersey pas xhamisë shqiptare të parkut Nën Tereza. Vatra është Oxhaku, shpirti i kombit, tha ndër të tjera Imam Alili. Nën kryetare e Vatrës MMDheu në New Jersey, Mimoza Ferraj Kule, në fjalën e saj theksoi se Federata Vatra ka qenë aktive në çdo fushë të jetës dhe veprimtarisë në mbar kombin shqiptar, në art, diplomaci, qeverisje dhe udhëheqje shtetërore, duke kontribuar në themelimin dhe forcimin e komuniteteve fetare dhe harmonisë në arsim, letërsi, kulturë, gazetari, muzikë dhe shkencë. Nën kryetari i Vatrës, Alfons Grishaj, përmendi dhe përgëzoi personalitete si Edmond Drishti, Virgjil Kule, Mimoza Ferraj e patriotët kontributor nga New Jersey në themelimin e degës më të re të Vatrës në Amerikë. Gjithashtu përgëzoi dhe udhëheqësit fetar shqiptar për kontributin e tyre në çështjen kombëtare. Nëse s'do kishte besim e fe, nuk do kishte as atë, deklaroi Grishaj. Kryetari i Këshillit të Vatrës, Kolec Ndoja, diskutoi rreth rolit të Vatrës për çështjen shqiptare dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Vatra është shpirti i shqiptarisë, ndër të tjerë Zoti Ndoja. I Vatrës, Dr. Pashko Cama, theksoi se angazhimi i sotëm patriotik është detyrimi i nderimit, respektit për të kaluarën e lavdishme. Në ceremoninë adetare përshëndetën dhe Agim Shej, Sab Gashi, Lirin Kaba, të cilët uruan dhe ofruan mbështetje degës së re të Vatrës dhe përgëzuan në arritjet e forcimit të saj në SBA.